E nëzore përqindin e qumshit të tufës e Janit? 180%. Mirë me qumshin sifi. O po me tufën e Janit mirë kemi qenë gjithmonë. Po duhet parë përqindja e tufave tjera. Ta hajt dërreqi ta hajt. Na plasi shpirtin kjo përqindje. U ban 3 vjetë që kemi mbetur të 95 e 97%. Edhe ti maj vajt. Ha? Levis një qi. Kontrolloj dhe njëherë shifrat. Kam kontrolluar. Hëte? Me shifrat unë nuk luaj. Po kushtë të tha maj vajt të luash me shifrat? Eshe o si vi? Eshe si i merë janë nglesh fjallet kjo? Do shkojmë sot për skartimin e tufave. Dil veti sa unë jam shumë i zënë. Po duhet shkojmë bashkë të shikojmë në vend përgjegjës, se kështu është rregulli. Na mori shpirtin kjo vatë. Gjajani. Një tjeta. Tu një tjeta e mirë se erdhe Gjajani. Ty të kishim në gojë. Tu një tjeta. O Gjajani. Ha, moj sërkale, që ke që kukuris? Më duket se edhe si cjapit e kasapi. Përse më bi, mos ke ndarë gjithë ditën e dasmës. O po ne ta gjenjër burrim pa kollaj të tjerat. Si thua Durim, i ka një 75 kg apo jo? Ku e dio? Ti je specialist? Përse e munduar e ke zbritur në tërë këtë vapo, Gjajani? Po ja, për një gotuj. Proj është tharë. Dhe kroj lethizë po ka shterua. Në faqen tjetër të malit po është larkë. Për një gotuj? Na më leni jepi. Ordro Gjajani. Faleminderit. Marsh një burë të mirë, mbush edhe një. Rrov shumë i bi, ma kënaqe pa qopën. Hajde miru pafshi. Njeri i çuditshëm. Vjen nga faqja e malit se i pije ujë sjapit. Po që të bëjmë o shoku përgjigj. Për të kullotur i kullosim, po ka që japin të pa ulla, nuk shtojnë. Sepse edhe këto kushte kemi. Po them që për vitin tjetër do rregullohet sa më mirë kjo punë. E orzo, vue në vëndi. Kështu na the dhe vitin e kaluar, që do ta ngresh cilësin. E çnalli sot, të tëra kualiteti dytë e i tërë. Zuar, ashtu të bëj ty, mba. Mua do të më falni. Më duhet shkoj patjetër në tufën e Janit se ka një dhit helmuar. Po dalë o si vikuve. Ika, mirupafshim. Shiko, në qo se nuk arrini ta shpëtoni, ferini, të mos vetë dënë mishi. Hajtë gëzua. Të paqë. Hajlile, o Jani! Hajdeni, se e lidha! Hajtë. Tërës të mathe ka këtë qenë Jani. Gjelos, nuk të lëti marrësh as një dhit ufës. Si njeri është. Një gjanë të zotë. Rriur të gusho, mare vesh se është përgjegjësi sektorit, hëtë këqe. Si nxënët shkolle e ka gjithë tufën. Kështu ti kishim gjithë baritën. Ashtu është. Jani nuk e bën më nëna. Veç, është sa kokë shkret. E jo, Durimja. Bo. Për besë këtu nuk e se çfarë të seleksionosh. Të tëre kualiteti parë janë. Po, Jani, si e? E po mirë se erdhët. Ku je? Haj. Mirë se djeta, Jani. A u lodhe, doktor? Vapa në lodhi pak. Jani, nuk besoj të na vonosh. Këtë radhë do të marrim më shumë prej tufës tënde. Ta ngrejmë çik. Usha.
Të shohim çdo të na japësh ti se Nuk shoh. se ti i njeh më mirë. Ç'thua? Nuk kam letër që t'ju jap me një duhan. Ore Jani, po si, vetëm 10 kokë? Besoj se të gjitha bëjmë shumë se 550 kile. Po flas shqesim se në kandar do dalim më tepër. Nga ti presim më shumë, Jani. Të kemi barit të pararojës, të kemi vënë tabelën nderit. Kështu pra, duhem parë më mirë interesat si kooperativ. Nuk të marrë vesh o përgjegjës. Po ja, atë atje që në banë? Cilin o përgjegjës, pa qokun? Po e di unë, pa qokuna, qa pokuna, se ti të gjithve u ka dhënë emra. E po gje gjallësh o përgjegjës, si ti thrasësh. Ja zotrote, si do të vinde po të rrisim narti, yshë? Mirë, puna jote. Kalojmë atan pa qokun. Pa qoku është për qorë. Ka qënë? Besoj i ka një 85 kile. E që pasaj? Unë duhet plotësoj boshllëkjet e sektorit, edhe me qumësh, edhe me lesh, tani edhe me mish, ë? E shikon o si vi? E shikon si flet ky? Si po flas o përgjegjës? Po si të ta themo Jani? Po thuaj si e ke në mendje se këtu vetëm jemi, nuk na dëgjon njëri, në mes të malit e pyllit jemi. Si individualist po flet. Tre. Më pare edhe privat o shoku përgjegjës. Unë t'i jap një planin edhe qumësht, edhe lesh, edhe mish bile të mirë, kurse ti me quke individualist. E orë Sifi. Mos i argjo fjalët e kohën me mua. Fjalët thua ti ku e kanë vendin dhe atyre që u takojnë. Ti mos u nxes. Atë bëj ti o përgjegjës, dhe ke për të marrë atë që duhet të marrë. Ashtu ke për të bërë edhe ti detyrën tënde. Po dale o Jani, dale o burri dhe o. Shtale më, shtale. Nuk shpojt kau që të rejtë parmendën, po shpojt ai që nuk qapit këmët. Tufa do kujdes, nuk skartoj se do të gresh ti cicin. Po pse unë për të mirën time e kam? Për të mirën tënde, po si? Se ndryshe, nuk të mbarë njeri përgjegjës po si realizove detyrat e sektorit. A, na nga të rove muhabetin, Jani. I qfare? Unë e kisha fjallën tek Paqoku. Lere të qetë Paqokun, se s'beti kooperativa për 80 kilet e Paqokut. Po ha, mos i folë se ti je i zanatit. Me Paqokun, dalim a nuk dalim fitafit si sektor. Bile, mund të kemi dhe një tekalim të vogël, sa për të qenë brenda, 101 ose 102%. Se do të jesh brenda zotrote, unë Paqokun nuk ta jap. E këtu, amore, meni vesh ju apo jo. Nuk kanë dhirë kush e disa herë nga halli. E kam patur shok kratë të djallë. Mos u nxeu, Jani. Gjysma e tufës është pjella e tije. Ky është sentimentalizëm o Jani. Lari fjalët e mdha o përgjegjës. Se se tani në sapë ty me tufët e tjera kërkoj llogari atyre, jo mua. Ose shiko se si e vetë rregull me punët e tua. Shiko Jani, mos fol kështu, priti. Jani, nuk flet Jani, jo, flet vetë tufa. Ja shikoje, pagëti në mbaje, po se mbajt e vraje. Kurse ti kërkon ta vrasësh. Po gjej gjallë të ban gjallë o përgjegjës. Me ty nuk u flit ka sot. Unë ç'kisha për t'i dhënë ti thash. E ç'kisha për t'i thënë ti thash. O Jani. Lare. Njeri i çuditshëm. Gjithmonë shaq ban po ti marrësh një rrim më shumë. Është që sharake kushta të gjoj durim. Nuk e realizojmë planin për ishë më zje. Pa punë është jome? Po ju qkini më. Se shikoni së nësi. Ha më durin, shalke. E di si është puna kryetar? A Jani, jo se është keq me dorëzimin e tufës. Po, Qeni që për ati o dërbarë. Ne me cjep të tufës Janit bëjmë çdo vit ndërzimet. Me cjep të dhënë të ti pa përmisojmë rastin e tufave të kooperativës. Pa punë është jome? Në vend që ta shpërndash të eksperiencë, edhe në tufat e tjera, ke gjetur rrugën më të lehtë, po si? Duke e rënë qatë janë, jo kështu jo. Kështu nuk punohet. Por është të bëjmë se duhet realizuar plani pa tufën e Janit, nuk e prekja fare unë. Ja kështu. Ne kemi fjalën vetëm për Paqokun, me cilin dalim me tekalim. Ta mos si. Edhe 103% dalim, sa i ka një 80 ca kile. Apo jo, Sivi? Nuk është puna për një Paqok këtu, Dorin. Se ja po marrin 2 dhë dhe e zgjidhen problemin. Po pse kështu do të ecim ne? Unë nuk po them se nuk ka zgjedhje tjetër. O kryetar. Ha më durim. Nuk pret puna. Po pse? E kemi militarin ngryt. Sot është afati i fundit i dorëzimit. Me Paqokun dalim disa kile mbi planin. Qoftë edhe 1 kile mora man, vetëm ta tekalojmë një herë. Se duket sikur s'po punojmë fare kryetar. Unë kritikoj barit. Ti po më kritikon mua, ata më lart po bam ta ngopin ty. Në fundit ti përgjigjesh për të gjitha. Ore durim. Ky Paqoku mos është djali që japi plak? Jo se 10 vjet ka kërkuar ta mbaj, prandaj. Ai ka 3 vjet që na lutet. 3 vjet që e ka zëvendësuar si për çorr me bigashin. Ai mban çapin për sentimentalizëm ne hadrun komitet. Bam. Po mirë. Me gjesh puna kështu, i thoni Janit nga na ime ta marr Paqokun ta çojë vetë në qytet. Po tufën e Janit kush do mbaj? Lilo?